I kthehemi në studio për të diskutuar në këtë momente për situatën politike në Kosovë, por ndërkohë një vëmendje të shtuar do t'japim edhe çështjes së Hagës. Azhdren Shala na bashkohet në këtë moment. Azhdren, faleminderit që je me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Flasim pak për Hagën si fillim në një kohë që janë ditët e fundit, nesër dhe pas nesër do të jenë 2 ditët për të mbyllur dhe çështja e mbrojtjes nga ana e avokatëve për ish 4 krerët të UÇK-s, ndërkohë do të shohim edhe kur do të ketë një caktim date për të patur dhe verdiktin final, një kohë që pretenca dhe prokuroria ka kërkuar 45 vite për secilin prej ish krerëve të UÇK-s. Si është parë kjo në Kosovë, se ke bërë një reagim në faktin në media atje dhe si gjithmonë ka marrë vëmendje kur je shprehur i bindur se do të dënohen? Qyre, është fat keq që ashtu, mu po më pengojnë të dyja palët, edhe ata që po entuziazmohen me performancën e mbrojtjes, do rënë zemër performanca e avokatëve në mbrojtjes është e mirë, ka prova, por gjykata nuk është e drejta dhe gjykatës nuk i interesojnë prova. Nga ana tjetër, këta që i gëzohen dënimit, me këta nuk kam edhe pritshmëri, që i vjen, unë nuk kam dilema, keqe po a thom, po vjen keqe po shprehna kështu, po nuk kam dilema që kanë me u dënue, sepse kur o themelu kjo gjykat, o themelu për mi dënue. Asnjëherë se ka pas për qëllim me vendos drejtësi për viktimat, për ma tepër për ato viktimat e apostrofora në atë gjykat speciale, tashmo ondaka, pas procese gjyqësore, janë gjykue për falsus tjetër QK-s, por qëllimi ka qenë gjithmonë që përmes këtij procesi me barazue kriminalin edhe viktimën. Madje viktima e 98-99 luftën e fundit, që kemi qenë na, me dalë më kriminale se sa vetë Serbia. Disa fakte janë këtu. Jo rrallë herë, e kemi pa për shembull që gjykata në procese sipër për 3 vitet e fundit ka qenë palë me prokurorinë e një gjykatë normale, ishte dashur me qenë arbitër, në kuptimin që me i dëgjuar të dyja palët pa u implikuar në proces. E dyta, kur u themelu gjykata, pasi arrestuar Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli edhe Jakub Krasniqi, me 8 dhjetor, një muaj pas arrestimit, na kemi prokurorin e atëhershëm Jack Smith, i cili në takim me zyrtarët e lartë europianë të kohë ka thonë që kanë mu dënue. Pra, aja të kohë e ka ditë verdiktin përfundimtar pa nis procesi i Hagës. Pra, ka një set faktorësh që bëjnë me besue mu, ose mos me pas dilema që këta kanë me u dënue. Çështja që në Kosovë nuk po merremi me ndërtimin e një strategjie, çka nëse i dënojmë, cila është mënyra për me apelua atë vendim, po entuziazmohemi këtu me kësi patetizma e përgjerizma të kota. Kisha pas qef me qenë gabim, pra po e thom, por dënimi është gati. Kjo gjykat për ma tepër as me lue me dosjen Serbisë, mos harroni, ka nisur mbi akuzat e Dikmartit, ka ra ai raport, por ka merr gjykata. Po mirë, mos harro se tashmë kemi edhe një reagim që vjen nga kemi parë Kosovën, Shqipërinë dhe me sa duket dhe Maqedonia e Veriut me një draft rezolut, po shohim që shumë eksponenta, po mu themi personazhe të rëndësishme të politikës edhe jashtë që po kërkojnë dhe angazhimin e SBA-ve në këtë proces. Pra, mendon se do të ketë ndikim kjo se dhe në artikulimin publik ngjan pak apo të rëndon kur ti e dëgjon këtë artikulim që edhe do të ndodhë dhe ata do të dënohen. Në një kohë që ka edhe shkallë të tjera edhe Haga ku ata mund të apelojnë vendimin deri në kushtetuese. Në fakt, edhe pse ka pikpyetje të mëdha në mënyrën se si funksionon ajo gjykate dhe për instancat më lartë në këtë institucion të drejtësisë që prap gjyqtarët shihen si politik. Patjetër, këto çështja na mujm me hamendësue na si rezoluta, mirë që janë bë, por janë të pafuqishme me ndal procesin. E dyta, unë që kur ka ardhur Donald Trump në pushtet, në Kosovë ka pas një shpresë naive edhe një frikë naive. Dikush ka friksuar nga Trumpi për shkak të pushtetit vendor, dikush ka shpresuar që ka vendrua drejtimi i gjykatës. Na sot po jetojmë në një epokë ku balanci i fuqive të mëdha po ndron. Geopolitika dhe aleancët e vjetra po ndrojnë, që i bjen sot Bashkimi Evropian. Të paktën 3 vende më të forta, Anglia, Franca dhe Gjermania, i kanë marrëdhënie në pikun më të ulët me SBA-n, që i bjen që gjykatë është në jurisdiksionin e Bashkimit Evropian. Pra Amerika përkundër dëshirës që mund të pas, ose më saktë administrata e Donald Trumpit, është e pa zoja ose e pa fuqishme me ndërhyj aty. Pra unë po bëj këshill, po bëj ftesë publike, duhet me mobilizuar nivel kombëtar, jo më Prishtina vetë, po Tirana, Prishtina, Shkupi, kudo që ka në mënyrë që me ndërtuar një strategji qysh me këtu aderim mbrapa. Verdikti i shkallës parë ka me qenë dënues edhe ka me qenë fatal për ata djemë që kemi në Hagë, por për të jetën e djemve ka me qenë fatal për ne.
A na bëjmë rezoluta, konflikte me vonesë, por më tepër nuk janë të sinqerta. Të paktën nga ana e Prishtinës, këto thonë me siguri plot. Këtë rast, Edi Rama ka pasur e prej fillimit një rezolut, fillimisht por merzuat raportin e Digmartit. Kjo e tanishmja që u bë para në një javë në të zgavoj, por Prishtina nuk është e sinqert. Prishtina një pjesë e mirë kanë teatrale. Ata në shumë heshtje e në baza shumë intime, ata dëshirojnë atë në intimitet dëshirojnë që me u dënuar janë tonë. Prandaj për mua ka pak shpresë, sepse s'ka mobilizim të sinqert faktorit politik shqiptar kudo që janë në Ballkan. Edhe kjo fatkeqësia jo. Pra ne nuk po merrna çysh kemi me zhbon këtë dëm, po jemi të marr shumë me deklarata ditës edhe me një shpresë naive që kanë me dalë pa fajshme, me unë pjo tham sot. Pse nuk e lexon apo pse nuk e barazon me situatën e Ramush Haradinajt në një kohë që pretenca kërkoi 25 vite, ndoshta ishte një gjykat tjetër, por që i kam patur të njëjtën moment gjykimi pra për çështjen e luftës dhe doli pa fajshëm. Mos harroni, Tribunali i Hagës që ngritat kohë Jugosllavi ka qenë gjykat e një moment. Në kuptimin që i ka dëgjuar deri në fund për provat e mbrojtjes, akuzat e palës akuzuesve të prokurorisë, edhe në fund ka marrë vendim. Kjo gjykat nuk është si e Hagës. Kish me qenë si e Hagës. Kuptimin që kish respektuar do standarde, do norma juridike ndërkombëtare, unë isha kon krejt i relaksuar. Por kjo gjykat është speciale edhe e papam ndonjëherë në historinë e gjykatave ndërkombëtare, pa çka se me ligjin e Kosovës. Pra, nëse dikush po ha mëson se kjo është një si ajo gjykate Hagës, për bes, ose s'merr vesh kur gjon proces, ose ka shumë fshetas dëshiron mu dënuar djemton, por këto nuk e përmend për shkak se e pret verdiktin final, vetë nuk shprehet edhe ta presim vendimin. Pra nuk është si e Hagës kjo. Kjo është ketë e papame, po thon. Është speciale, por nga absurdi që e kemi pa për këto 3 vite sa kanë zgat proceset e paqes të tjera. Edhe unë nuk kam prapo e thon, nuk kam dilema. Kish me qenë gjykat normale, ka të janë shkel lirit edhe drejtat e njeriut. Jo e keni pa që Hashim Thaçi me 100.000 probleme e kanë lënë me arë veç pak orë të pas varrimit të babës. Jo kanë ndaluar disa drejta elementare. Ka qenë një kohë kur janë ndaluar edhe vizitat nga familjarë e të afër me aty në Burgosëm atje. Pra kemi pa një maskaratë të tërë, por më tepër po thon, aty janë dosjet e Serbisë, është u fol me dosjet që ka përgatitur Beogradi. Edhe ato dosje tash duhet me ul nivelin tonë të përfaqësuesve të çlirimtarëve tonë, me u mbrojt nga akuzat e shpikave të Beogradit. Pra mu jen keq, edhe nuk pres kur gjo për gjykatës. Mu kam vjen sikleti edhe kam vjen për shqetësona për faktorin vendor këtu që s'jo ka vënë aq sa duhet, madje s'e ka vënë kur gjë hiç. Pra kesa është e rëndësishme pa dyshim, verdikti popullor është prapë i rëndësishëm, por nuk ndikon gjykat. Kjo gjykat është ketë neutrale, ka shit çdo ndikimi të jashtëm. Na do të më bëjmë strategji tjera, lobingje në tavolinë, që besa keq të publikisht, po duhet të provuar me bleja ata gjyqtar pa u bë dombi. Nëse se bëjmë këto, kam problem. Paktën ditët e fundit që kam marrë vëmendjen edhe në studiot të televizive në Shqipëri dhe në Kosovë, çështja e ish-krerëve të UÇK-s aq më tepër kur u kërkua nga prokuroria e tribunalit 45 vite për secilin prej tyre, patë një lloj shprese që edhe mund të ulet, pra kjo 45 ndonë se është gati një burgim për jetë, pra për moshën dhe angazhimin e tyre, edhe mund të ulet duke krahasuar dhe me raste të tjera si në Kroaci, si në Serbi, por edhe më themi eksponentë të tjerë që kanë patur pak a shumë të njëjtën situatë gjykimi. Pa shkuar në apel dhe pa kërkuar fajsi, po vetëm në mënyrë hipotetike. Ata kanë një periudhë të gjatë kanë qëndruar edhe në qeli. Çfarë do të merret parasysh nga qëndrimi i tyre në qeli, pa një vendim gjyqësor, por ndërkohë që pristin gjykimin e tyre? E para punës, nëse dënohen që kanë mu dënuar, këto vitet e para punës. Azdren, kur e thua me këtë lloj bindje më trëmb, prit ta presim verdiktin final. Po, udhëheci i madh i bosnjakëve ka një shprehje, ma mirë më kallëdon një të vërtet illog se sa një rend ëmbël. E na po kemi qef me nguar rendën e ëmbël. Unë s'kam dilema, dhe unë kur e them Nina shumë keq, sepse ka 2-3 vite të fundit që apeloj e luftoj angazhona politikisht kundër kësaj gjykate, po aq i bën gjykatës, pra kanë mu dënue. Kjo është mirë me ngul krye, na dhe me ndërtu strategji çka pas dënimit. E para kjo. Pra e dyta, ajo kërkesa për 45 vite është kërkesë maksimale, pra e din që s'ndodh ashtu. Madje, këtu po thejën 2 licitacione, edhe Jugosllavisë, e cila nuk parashet dënim ma shumë se 15 vjet,
edhe ky Kosovës së fuqi që dënimi kapital është 10 vjet. Por këta e din, e bëjnë kërkesën maksimale 45, në mënyrë që kur dënohen më pak, neve me na dok i pranueshëm edhe me qenë i pranueshëm dënimi. Pra kjo strategji na e dim ton që nuk mundën mu dënuar ka 45 vjet. Për cilat pikat e aktakuzës funditës, lyminda për se cilën pikë, dhe kësa kanë një pikë aktakuzës. Por që kanë mu dënue, mu pak Mikael dilemat pikërisht kjo kërkesa e prokurorisë 45 vite, ata e di që s'ndodh kjo, por në fund kanë me nëkru të 20 dhe 25 që kanë me variu që shtu dënimet për secili. I qartë, si është atmosferë në Kosovë në një kohë që është thirrur nga shoqatat e veteranëve, PDK-ja, qytetarët të lirë të pa angazhuar politikisht, ata që ishin mbështetës apo të Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit në një kohë që në ditën e pavarësisë, në një përvjetor që përkohë në fakt, është thirrur edhe ajo protest e madhe në nder të tyre dhe që kërkojnë me ngulm lirinë e ishkrerëve të UÇK-s. Si është atmosfera atje, si po përjetohet? Atmosfera është e zymë, sigurisht, kjo përvjetori base ma i zymë i pavarësisë tonë, por e zymë të populli poshtë, të njerëz të masat, jo të politikanë. Madje edhe vetë partia Shimthaqit, PDK-ja, ndërkohë që se ka krejt seriozisht. Pak në një pjesë e mirë të votetëve, mos një pjesë e mirë në emën të kauzës për qytetarët tonë në Hag, kanë përfituar politikisht. Po kjo e pa rëndësishme. Rëndësishme është që atmosfera është brapa me zymë, nuk është atmosferë feste, o atmosferë gati morti, edhe unë e presë që kanë me dalë shumë njerëz në shesh. Ta këshyrim tash a kanë me dalë qeveritar tonë, me që kryeministrin tashmon të mandatuar zyrtarisht kryeministër, e pan duke e lexuar ekspozën e qeverisë së re që e krijoi tashmë, ku vetë tekstin të gjykimi i padrejt Hag. O kjo është pjesa teatrale e Albin Kurtit. Pjesa reale është kërkesa dëshira e tij me shkuar në Hag dhe mu dënue. Prandaj, ma shumë se atmosfera e zymt, këtë atmosferë prish, edhe teatraliteti i do politikanëve që në forma ndryshme mundohen me përfituar nga ky proces. Disa përfitojnë nga dënimi eventual i Thaçit, disa përfitojnë po ashtu duke aktruar sikur po kërkojnë drejtësi për faqen e të tjerët, edhe në fund fare kërkues e ka seriozisht. Por populli i thjeshtë sigurisht e ka seriozisht. Unë kam qenë personalisht pjesë e protestës, parashikohet me marrë shumë njerëz pjesë e protestës, diku 150.000 deri në 200.000 njerëz pritet me dalë, sipas pishmërimit mia, por kjo prapë është pa rëndësishme. Pa aktiv edhe pa konkretizim politik sinqert, ka me qenë zor i riparueshëm ky dëm që kam ju bë Kosovës pas 3 muaj kur të marrët verdikti final për djemt. E qartë, mendon se s'do ndikoj fare edhe dalja në shesh apo këto rezoluta që po bëhen nga Shqipëria, Kosova, por edhe Maqedonia? Dëgjoni, po ndikon me një formë tjetër, se kjo gjykat po mas me shkruar historinë. Por verdiktet gjyqësore, shabllonët gjyqësore, juridike nuk e përcaktojnë fatin historik do njerëzve e do procesave. Këta atje kur i dënojnë, nëse e keni pa Calin edhe Ujkun, i dënojnë në emër të popullit të Kosovës, me që zyrtarisht gjykata është e Kosovës. Por kur krahas atij dënimi në emër të popullit, ti e sheni popull në kom kundër atij verdikti, atëherë kjo të paktën nuk zë vend si tregim të shoqënia jonë, sepse ideja e gjykatës është që ai dënim atje me qenë i pranueshëm për shqiptarë në Kosovë. Pra tregimi i specialës me u bë e vërteta jonë historike. E nëse na dalim e protestojmë shumë, të paktën e krijojmë një farë sistemi imunitar që nuk na përcakton dhe nuk na ndron mendimin tonë për veten edhe për historinë tonë më të lavdishme. Kjo është e rëndësishme dhe e duhur, po më shumë se kaq kur gjonsun më bën. E qartë. Çfarë po ndodh me politikën atje, me partitë politike? Se duket sikur çështja e UÇK-s deri diku i ka bërë bashk, pam një seancë parlamentare që u mbyll shumë shpejt, pam çështjen e konstituimit, pam dhe disa marrëveshje që do të diskutojmë në një moment të dytë në këtë bisedë. Politika atje, a të duket ta që pastor në reagimet që ka për çështjen e UÇK-s, se duket se edhe numri 2 vetëvendosjes, reagimet në rrjetet sociale, kryetaria e kuvendit, disa prej dikasterëve dhe ministrave kanë patur reagime zyrtare? Jo, nuk është sinqert. E para punës më le ta bëj një kronologji të shkurtër. Kur e themelua gjykata në ngushtin 2015, vetëvendosja atko ka abstenue kuptimin që e ka lëshuar sallën e kuvendit. As pro, as kundër, por në tregim, narracion, diskurs ka qenë kundër. Mirë deri aty, pra alibin e ka por 2017, kur krijohet, kur merret në iniciativë me zhvoj gjykatën, është vetëvendosja, krye atko me shefin e vet të grupit parlamentar Recep Selimin, e cila refuzon me e votue shërbimin e gjykatës. Kjo e para. E dyta, këta kanë qenë kundër gjykatës fillimisht,
kur sepse se kanë pas qartë, vetë Albin Kurti, se kanë pas qartë kur do që të me lodhë gjykata, kur do që nis millon ato frytet e para, a ka me qenë i akuzum Hashim Thaçi. Momentin kur e kanë marrë vesh që Hashim Thaçi ka me qenë emni i lakum për mu marrë nga specialja, ta kanë dalë, kanë hesh edhe kanë bërë ftesë me vepru gjykata. Na i kemi 2 deklarime publike të Albin Kurti 2019, ku njonin thot, gjykata speciale veç po shantazhon, nuk po vepron, pra i bën ftesë me veprue, dhe një reagim tjetër e ka një status gjatë ku e thret Hashim Thaçin me shku atje, shko Hashim Hag, Burgos për burra, ai kësi marifetit që dim një boaj, pra këta nuk janë konsistent. Në procese sipër, vendosja e ka ndruar qëndrimin e gjykatës. Pra ajo e vërteta e saj është fundi. Unë e bëj pjesë se ata që gjë proces e mati me fund. Fundi e rikuptimson fillimin. Kur ty o hecja e partije i bën ftesë me shkue, presidentit Thaçi atko, edhe po gjykatën e fton me veprue, jo me shantazhuar njerëz Kosovë, tregon që këta e kanë dashmo atë verdikt, atë verzion, edhe atë tregim gjykatës speciale. Pra për 5 vite, 3 vite proces gjykimin Hag, këta se kanë folë asnjë fjalë. Tash flasin për me pas edhe këta një alibi që gjoja dhe ne kemi qenë kundër gjykatës, po kanë qenë qeveri 4 vjet. Asnjë iniciativë për me i dalë përballë asaj padrejtësi që kemi pa në proces për këto vite. Pra e vërteta është partia në pushtet, pa çka se tash derdh në krokodili për me përmirësue imazhin e vet, është pro gjykatës. Verdikti i gjykatës për djemt ton është tregimi i Albin Kurtit për djemt ton në Hag. E para kjo, parti tjera, po ashtu LDK-ja e ka hapas, nuk e votoi rezolutën. Ka dhe luftë kundër LDK-s. Ka dhe luftë eksponent lart LDK-s, kanë bashkëpunuar me Serbinë. Na i dim ato, ka deputet LDK-s, i cili ka qenë një mandat para lufte, një mandat mas lufte në Kuvend Kosovës, në 88-ën, kur ka ndodhur ngjarja e Plekazit, ai ka marrë iniciativë me u mbledh armët me një fshat prizrenit me ndërzu policisë serbe. Sot u shfaqën prap, që thonë ana doli mbreti Lakuriç, dolën në Kuvend, edhe e gjithë një arsyetim banal, mos me votuar rezolutën për krejër tonë Hag. Tu e një parti e sinqert është AKP-ja, me që vetë Haradinaj si kreu i saj, i AKP historikisht, ka vujt të procese edhe e një rëndësin e ati procesi historik që kemi kaluar na. Ta tjerët e kanë teatrate, dikush me shfrytëzuar për veti, e dikush i gëzohet kështu dënimit kur dënohet Hashim Thaçi sepse e shohin si rrezik politik rase kthehej pa pajshëm. Pra, nuk ka sinqeritet, pra po them, janë më shumë të e përdorë gjykatën se sa që po shqetësohen për fatin e djerëve. Sa i përket qeverisë, nëse po pyetni kështu, për vetë unë nuk e di që është mund me marrë seriozisht këtë qeveria dhe këtë opozitë në këto 3 seanset e fundit, prej sa u konstituu kuvendi, krijimi i qeverisë dhe miratimi aty në marrëdhënie kombëtare, unë tash e kam pa qartë sa parti politike në kuvend. Është një me 100 deputet që e udhëhet Albin Kurti, ajo 4 ndryshme, në nështrim total. Domethënë që si konstruktiviteti janë ka të prejnë tash. Prej 9 muajve blokad, tash po e të prejnë me konstruktivitet. Po kjo nuk është pse buron nga ajo ideja që e den vendit. I ka theksu Albin Kurti, dele lexon ekspozin Albin Kurti te qeverisë vet, i prezanton ministrat, na premton investime në infrastrukturë. Ndërkohë për ato investime, ato kapitalizime të atyre projekteve, na ve ministër Timal Bashër. Këta zonin Secilin, gojën Secilin. Tregon që këtu kemi të bëjmë tashmë me një sistem monis, edhe parti tjera politike që janë PDK, LDK, AK në me sigla ndryshme, në kuvend kanë aderuar brenda partisë Albin Kurtit. Dhe kjo për keqardhje. Pra Kosova tash ka me qenë fare pa opozitë. Qartë. Meqense dhe situata është e tensionuar për shkak të çështjes së UÇK-s dhe gjykimit në Hag, shumë seanca dhe shumë mund të themi situata edhe janë evituar, janë anashkaluar. Kemi parë që AK-ja në fakt një lloj përgjegjësie mori ku zoti Haradinaj u tërhoqi nga detyra edhe çon partinë e tij që doli performoi mirë në këtë zgjedhje në proces zgjedhor për të zgjedhur dikush si kryetari i kësaj partie. Tani, sa e sinqertë është kjo ndërheqje për të tërhequr nga politika dhe për të patur një kaos që i ka qëndruar që nga fillimi kur ai u përfshi në politikë deri më tani, që ka dhe çështjen e Hagës, një reagim të brendshëm për gjithjet shkrimin e tij, aq më tepër që ka patur një betejë me drejtësinë që doli i pafajshëm, apo flasim dhe për një karrige shumë të rëndësishme këtu, për çështjen e presidentit? Para Haradinaj e boni të qartë që nuk i kam shansa për president. Ky ndrrim i leadershipit të AKS ose kryetarit nga Haradinaj që la dërheqje te Argentini që supozohet u bë kryetar me shumë gjast, nuk është reformë,
është ma shumë lëvizje dëshpëruar me Ramushit, edhe arsyeja pse ai po e lën tashmë politikën ose udhëtësinë e aleancës është krejt banale. Ai dini është arsyeja reale. Po përgatitet me bon alpinizëm në Kilimanjaro para menone. Tash neve kjo ose dikuj i do këtë reform. Kjo veç reform nuk ka. Pra në ringi kryetarëve, nëse e kanë bë si sheh reflektimi, është gabim si të LDK-ja, si të PDK-ja, si të AK-ja. Nuk është problemi i leadershipit të këto parti, nuk është problemi të kryetarët kush i udhëheq. Problemi është që nuk kanë kauza dhe projekt politik të kundërt me qeverisë. Nuk kanë tregim për mja thyje tregimin e Albin Kurtit. Ti sa duhesh bëj kryetar, sa duhesh bërë reforma ku në rën emna e në rën figura. Atë në pavlefshme kur ti s'ki projekt, edhe kur shkon në kuvend e njek e voton çdo propozim të Albin Kurtit. Çka më duhet mu me do kryetari? Po menon dikush Ardian Gjini kur vjen, në rën AK-ja, karshi pushtetit, në asnjë variant. Po menon dikush me Bedri Hamzën tash, ose dikush me Bedri Hamzës, që vjen kryetari i PDK-s, në rënd qasë e PDK-s në pushtetit, në asnjë variant, njët lene e PDK. Pra këtyne, ju ka prish motori makinës, ta pja ndrejnë gomat kërë. Kështu, më falë po, problemi nuk evitohet kur. Që shrijon këta. Pra, as nuk di, as nuk gudzej, edhe po mirë me kësi manevrimet kota. Kosmetika e këto. Kosmetika nuk e ndreq edhe nuk e reformon partinë. E qartë, mbedemi sërish të emri i Osmanit për karrierën e presidentit, për një mandat të dytë konfirmuar për të, po nuk i dihet. Deri tash nuk ka shenja. Do më thonë nga kush hala nuk po e dim, kanë me kandiduar të paktën vendosja për president. Kundër kandidat ka me pas për formal, ka me qenë Osmani, ka me qenë dikush tjetër, por bes nuk po di kur gjon. Na veç Albin Kurti e dim, kur kush tjetër po është ti. Po ç'a di unë që informacionet brendshme është karrierë edhe nga presidenca, po edhe nga vendosja, është që Albin Kurti ka deklarim jo publik normal, që nuk angazhona me abo votat Vjosa Osmanit. Mund ta kandidoj, por nuk angazhona. Por tash çish ka mund zgjidh kjo çështje. Por këtu për te asaj kur ne kandidon Albin Kurti ose vendosja e rëndësishme cili ka me qenë qendrimi i opozitës, sepse na e di pa qendrimin e tyre në sallë nuk ka seancë për presidentin. Realisht ka zgjedhje. Çështja ose dilema pavarësisht emrit, a ka me pas korum. Partitë opozitare prap kanë qendrim të mjerueshëm. Po flasin, po thonë që kjo shkon varësisht për emrit e duhet marrëveshje politike. Pra, ky nuk i ofron marrëveshje politike. Këta flirtuan pasër mu bë pjesë e qeverisë. Ky nuk i mori. Tash të shohim a kanë vënë në kuvend. Tash alibia radhës është varësisht për emrit. Nëse na qet dikon nga familja e Shari, na rrim sallë sepse nuk e refuzojmë emblemën asaj familje. E kjo është gabim. Kur do të qoftë presidenti ose kandidati, falni, që e nominon Albin Kurti, nuk ka kredibilitet. Nëse ka kredibilitet, nuk pranon mu kandidua nga Albin Kurti. Ka që thirë. Pra këta një pas qëndërim, nuk bëjmë korum pavarësisht emrit. Mos harroni presidentin që ta ve Albin Kurti. Ka me qenë rregull e tij. Pse sot qysh ka qenë Osmani? Pse sot na nuk kemi kryeprokuror të shtetit, është për shkak Vjosa Osmanit. Edhe pse e ka zgjedhur kryeprokurorin, këshillit prokurorial, Vjosa Osmani nuk e ka dekretuar sepse si ka pëlqyer Albin Kurtit. Gjyqtarët kushtetuesës ju marrën mandati. Pra, do të thonë, një president i arshëm, Albin Kurtit, ka mja kërkë shërbime, një prokuror, si pas qiveve të Albin Kurtit, edhe këshilli prokuroria, gjyqtarët e kushtetuesës kanë mu zgjedhë si pas dëshirës së Albin Kurtit. Pra, nëse këta kanë kaq guxim, mjalone këto dy elementet të rëndësishme gjyqësorit Albin Kurtit, që ka votën presidentit. Prandaj çështja e presidentit nuk është çështje emni, o çështje kauze edhe e ardhme politike e Kosovës. E këta nuk e kanë ide, ose edhe e kanë, por nuk po guxojnë. Pra, qëndrimi opozitarëve që më qenë nuk qëndrojmë sallë, nuk e lejojmë që Albin Kurti me kap edhe gjyqësorin, edhe këshillin prokurorial, gjykatën kushtetuese dhe këshillin prokurorial, por me e kontrollu pastaj çdo nivel pushteti. Nëse këto e bëjnë, atëherë mos ankohen në pozitë, kur të sajnë edhe kur dalim me na pol neve që Albin është autoritar. Mjetët për ja jep një vetë, mu vjen keq. E këta kanë vinen në sallë. Që shpëlexoj unë, pavarësisht emrit, kanë vinen në sallë, kanë me vë korumin, pastaj letë bëhen votat. Në rundën e tretë me 61 vota presidentin zgjidhet. E qartë. Sa i takon çështjes së buxhetit që ka ngrënë një debat madh për çështjen e ngecjes së çështjes financiare në shumë institucione në fakt publike, por edhe për Prishtinën. Po shkojmë drejt zgjidhjes? Besoj që po, atë ditë PDK-ja kërkoi 2 ditë kohë për me lexuar këtë projekt buxhetin, për me tingëlluar sikur spajtona gjithçka me Albin Kurtin për të thonë ja votojnë.
A keni qartë, po të martën, kur do qose anca që vjen nesër ose pas nesër, ai projekt buxhet kalon, edhe pastaj qyshin ndan ato çfarë planifikimit të ndarjes së linjave buxhetore ka Albin Kurti nuk e di, për Parim Rama është i vetmi domethënë i cili po proteston edhe po bën luftë publike me qeverinë, sepse ai e ka pa koston e mandatit parë kur ka qenë i heshtën, ka shih blokadave të qeverisë, tash po e bën publike, por unë prapë po them, buxheti kalon, nuk ka kundërshtim opozitar mos me kaluar, nuk ka që vesa as numra. Prandaj ato që keni pa ju, sikur gjoja po ngjet procesi, është veç teatri FDK-s që më na thon neve qyre në karriera dhe kundërshtim Albin Kurti. Ama sa kundërshtim, na jepni 3 ditë kota të zem. E thonë keni me pa, kanë milionet bish për mja votue edhe buxhetin. Ndërkohë, Kurti ka takuar dhe 3 senatorë amerikanë dhe duket se raporti me Serbinë dhe 3 kërkesat me Serbinë janë çështje të tërheqjes diskutimit ku është kryeneç edhe shpeshherë themi mirë bën që është kur flitet për Kosovën në raport me Serbinë. Është kjo një tentativë apo mund të lexojmë në një moment kur po ndryshon fryma e lëvizjes vetëvendosje në raportin me ndërkombëtarët, çojmë senatorët amerikanë se ka patur një raport të ftohtë dhe një qendrim të ftohtë ndaj faktorit të SBA-s? Dëgjoni, ditën që e ka marrë Kurti mandatin, kërkesa e BE-s ka qenë edhe amerikanëve, duhet me nis dialogu me Serbinë. Prioritetash, duhet më marrë vesh. Pyetjet e shtrohet tash, a kanë rrugë Kurti qasje? Nëse po më pyetni mua, ose çysh e analizoj unë, sigurisht që jo. Edhe pse ka veshje në Brukselit të orit, Kurti menoj ka me pas performancën e njetë. Ka me zvarrit sa do që mundot, e sa do që ka limite për me bon atë punë ka shi Serbisë. Nuk i leverdis Kurtit me bon marrëveshje politike me Serbinë, edhe pse kish me qenë ma mirë Milan në fund. Pavarësisht që asociacioni ose autonomia e serbëve është marrëveshja ma e keqe, është e pakryeshme. Tash Kurti e ka me zgjell, a do me zvarrit edhe me pas pasoja tjera, ndërkohë në fund marrëveshja prapë është e pashmangshme, a mesin tepër pasojat, apo do me prej në fillim ja u japim autonominë, një e keqe e madhe, po s'kemi pasoja tepër. Kjo varet nga Kurti çka vendos. Unë e besoj që ai ka me vendos të parën, pra ka me zvarrit proces, kemi me pas prap pasoja, kemi me pas prap sanksione e bojkotë ndërkombëtare, por në fund s'kemi me shmang marrëveshjen. E që to është mirë me kuptu Kurti e kupton, pa ati nuk intereson pasojat. Nëse ai fiton elektoralisht Kosovë, në korris për vetje vota, në korris Kosovë si shtet, duke pas pasoja ekonomike, politike, ati nuk i bëhet vonë, është gati gjithmonë me bëhet sakrificë, që ka bërë mandatin paraprak, i cili na kemi pas sanksione, kemi pas pezullim dialogu strategjik nga SBA-ja, vetëm për shkak të procesi. Pra jemi të folë për një kryeministër i cili eksperimenton në kurriz vendit, por në vete politike. Pra unë nuk pres që Kurti ndryshon. Ata që kanë pishmëri tilla janë tjerë, edhe për mua faktën leximin tim tingëllen shumë naiv. Përfaqësuesit serbë në Kosovë kanë artikuluar në disa mbledhje që janë bërë ditët e fundit se për çështjet e arsimit dhe të shëndetësisë, për ne që jemi serb apo përfaqësues të qytetarëve serb po që jetojmë në Kosovë duhet të diskutohet në Bruksel. Pse vendosen këto vijat kuqe deri diku për çështje që mund të zgjidhen shumë mirë brenda Kosovës, aq më tepër që besoj kemi rënë dakord gjithë që shqyrtohet apo trajtohen të gjithë një lloj, aq më tepër kur flasim për sektorin arsimor, shëndetësor, të infrastrukturës që duhet ta marrin si shërbim një lloj. Jo. Kur e kam thonë unë, edhe kemi fol bashkë që marrëveshja e asociacionit, aneksi i orit, fillimisht marrëveshja e Brukselit, parashikon autonominë serbe, ajo në kupton edhe autonominë në shëndetësi e në arsim. Sistemi ty në arsimor ka me qenë ndryshëm nga i joni. Është një farë sistemi këtë paralel. Ta marrim shembull me bëmë kapshme këto. Në shkollat tona mësojnë që UÇK ka qenë qëllimtare e Ademir Shari heroi legendar, ata mësojnë në Greçanicë pak më lart Prishtinës, që Ademir Shari ka qenë terrorist, e ka qenë UÇK terroriste. Pra ata po i lypin ato që Kurti ka pranuar Bruksel, a keni qartë. Ata nuk shën peng, sepse arsimi për ta, e normale për ne, është baza që edukohen brezat e ri politike shoqëror. Prandaj kjo është marrëveshje që ka pranuar Bruksel Kosova. Edhe këto nuk shon pe nas një variant lista serbe, as komuna serbe. Pra autonomia serbe është shumë dimensionale. Nuk ka një autonomi politike për faksim diplomatik.
o shëndetësi, arsim, në shëndetësi ku konsiston, se nuk e kishim konceptuar në këtë lloj forma që tepër për arsimin, se kjo pastaj besoj që do haj debat madh as tepër kur flitet për këtë gjë që lidhet me pjesën historike të çuarës Kosovës dhe të Serbisë në një kohë që shekulli i kaluar, mund të themi se u mbyll me gjak. Po tash qyre kur kemi folë një pjesë e jona në Kosovë që marrëveshja më e mirë në Serbinë është shkëmbimi i territoreve, edhe pse është zgjidhje e shekullit 19, po unë mendoj për popujt tonë që jetojnë në atë shekull, duhet zgjidhjet vjetra. Ne jemi jetojmë ala në primitivizmat e shekullit 19, rrjedhimisht duhet zgjidhje primitive. Ne atë ku jemi kundërshtuar. Tash asociacioni ti bjerë këto që është pak më i keq. Pra, jemi të folë për një marrëveshje e cila ndrua me një marrëveshje tjetër që ka qenë larg më e mirë. E vërtet kishim humbur më shumë territor, po kishim pas sistem paralel Serbisë brenda. Edhe sërbë nuk intereson për këtë dhe në gjak. Ata e nga gati prap me dhe në gjak. Ata që të pëllypin. Që ka po bon Serbia sot, është me i hap do kartat vjetra në Balkan, që kanë vendos pace e ku ka qenë pala e humbur Serbia. Jo sa kemi dashna, ku ka qenë e humbur. Ata po dojnë që ato mi rikthyer. Prandaj kjo marrëveshje, që më e keqja, nuk është as përfundimtare, është e përkohshme. Çka lyp Serbia me një rund të ri negociatave, kjo çështja. Nuk e ka njëjën zyrtare të Kosovës nga ana e Serbisë, e shumë çështje tjera, për cilat është më bogati tash kryeministri Kurti. A ka më bon ai sigurisht jo. Ai ka më pas qasën e njën. Folkloriste, çfarë kanë serb, një nostalgji për kaluamën, ky shkon në Bruksel, takimin e parë që e ka pas, e kemi diskutuar bashkë, i lypke mbi rregulluar padrejtësitë nga Kongresi i Berlinit 1807 paramenoni. Paramenoni ta serioz. Azrend, falenderoj shumë për kohën dhe analizën që bëre sa i takon çështjes së Hagës, i shkrerëve të UÇK-s, çështjes buxhetit, aq më tepër për emrin e presidentit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Shkputemi për pak momente.